Ndonjëherë jeta na kthen aty ku kemi lënë copat më të thyera të zemrës sonë. Ndonjëherë, historia që mendon se e di, nuk është veç se gjysma e së vërtetës, dhe ndonjëherë, pas 25 vitesh heshtje, një derë hapet dhe të tregon se çfarë kishe humbur vërtet. Por para se të hysh në këtë udhëtim emocional, më lejo të pyes diçka. A beson në ribashkime pas dekadash? A mendon se dashuria familjare mund të mbijetojë edhe pas luftrave, largësive dhe dekadave heshtje? Shkruaj në komente çfarë mendon. Ndaj këtë histori nëse të prek thellë dhe mos harro të më thuash nëse do të veproje njësoj sikur protagonistja jon. Sepse historia që do të dëgjosh sot nuk është thjesht një rrëfim, është një copë e vetë jetës, e gërvishtur me dhimbje dhe shpresë. Marta Berisha, ose Sarah Miller, siç e njihnin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ulej në verandën e shtëpisë së saj në Portland, Oregon, me një filxhan kafe në duar dhe një fotografi të verdhur në preherin e saj. Ishte një mëngjes i zakonshëm marsi, me shi të imët që godiste xhamat e dritares dhe era e pishave që depërtonte përmes ajrit të freskët. Por asgjë në zemrën e Martës nuk ishte e zakonshme atë mëngjes. Fotografia që mbante në duar ishte e vetmja gjë që kishte mbetur nga jeta e saj më parshme, një dokument i vockël, i palosur e ripalosur mijëra herë, që tregonte një fëmijë të vogël, rreth 4 vjeç, me sy të mëdhenj të zezë dhe flokë të zinj të kaçurelluar, duke qeshur para një shtëpie me çati të kuqe. Ajo nuk e kujtonte se kur ishte bërë ajo fotografi, nuk e kujtonte emrin e nënës së saj, tingullin e zërit të babait, apo aromën e shtëpisë ku kishte lindur. Por e kujtonte zjarrin, e kujtonte britmat, e kujtonte duart që e kapën dhe vrapuan përmes errësirës dhe tymit, derisa gjithçka u bë e zezë dhe e heshtur. Marta ishte 30 vjeçe tani, një grua e arritur, me një karrierë të suksesshme si fotografe dokumentare, një apartament të bukur në qendër të qytetit dhe prindër që e kishin dashuruar aq sa mund ta kishin dashuruar çdo prind. Por brenda saj, gjithmonë kishte qenë një boshllëk, një pyetje që nuk pushonte së bërtituri: kush jam unë vërtet? Eleanor dhe David Miller e kishin gjetur Martën në mars të vitit 1999, në një kamp për refugjatësh në kufirin mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ata ishin pjesë e një ekipi të Kombeve të Bashkuara që ofronte ndihmë humanitare gjatë luftës që kishte shkatruar Ballkanin. Eleanor ishte infermiere, David inxhinier civil. Të dy kishin ardhur me një mision, të ndihmonin. Por kur e pan atë vajzë të vogël, të unur vetëm në një cep të çadrës vartë të kryqit të kuq, me fustan të grisur, këmbë pa këpucë dhe sy që shikonin por nuk shihnin asgjë, diçka theu brenda tyre. Ajo nuk e fliste, tha Eleanor natën e parë, duke ja treguar Davidit. Askush nuk di kush është, askush nuk e ka kërkuar, është sikur bota e ka harruar. Dhe kështu, pas muajsh përpjekjesh, dokumentesh, byrokracish dhe lutjesh, Eleanor dhe David e morën atë vajzë të vogël me vete në Amerikë, i dhanë një emër të ri, një jetë të ri, një shans të ri, por nuk mund t'ja merrnin atë që mbante në thelbin e shpirtit, kujtimun e coptuar të një tjetër jete. Marta rritej e rrethuar me dashuri. Shkolla, miqt, palestrat e basketbollit, pushimet verore në brigjet e oqeanit paqësor. Ajo ishte vajza e Eleanor dhe David dhe i duhej kjo familje. Por çdo herë që shikonte pasqyrën, shihte diçka që nuk i përkiste plotësisht botës së saj amerikane. Tiparet e saj, lëkura e saj pak më errët se shokët e klasës, theksi i lehtë që nuk e dinte nga vinte kur shqiptonte disa fjalë që tingëllonin ndryshe në gojën e saj. Edhe pastaj ishin ëndrat që ktheheshin natë pas nate, një shtëpi me muret prej guri, një kopsht me pemë mani, një grua me shami të bardhë që qante, edhe një zë mashkulli, i thellë, që thërriste: Marta, Marta, eja këtu. Por çdo herë që zgjohej, zëri zhbëhej si tym. Në moshën 28 vjeçare, Marta vendosi të kërkonte. Filloi me pak, kërkime në internet, forume për fëmijë të humbur, grupe në rrjetet sociale për refugjatë të luftës së Kosovës. Dhe papritur, një mesazh erdhi. Ishte nga një grua në Prishtinë e cila drejtonte një organizatë jo qeveritare që ndihmonte familje të gjenin të dashurit e humbur gjatë luftës. Kam parë postimin tënd, shkroi gruaja, emri i së cilës ishte Fatime.
Përshkrimi që ke dhënë, mosha, viti, kampi, përputhet me një rast që e kemi në dosje. Ka një familje këtu që ka kërkuar për një vajzë që humbi në mars 1999. Emri i vajzës ishte Marta. Zemra e Martës pushoi së rrahuri për një sekond, pastaj filloi të rihte aq fort sa mendoi se do të shpërthente. Marta, përshpëriti ajo për veten e saj duke parë fotografinë e vjetër. Unë jam Marta. Por rruga drejt së vërtetës ishte më e ndërlikuar se çdo gjë që kishte imagjinuar ndonjëherë. Sepse të kuptosh se kush je, do të thoshte të pranoje se çfarë ke humbur, dhe ndonjëherë ajo humbje është aq e thellë sa të frikson të shikosh brenda saj. Javët që pasuan mesazhin e Fatimes ishin më të çuditshmet që Marta kishte jetuar ndonjëherë. Çdo ditë zgjohej me një ndjenjë të çuditshme, një përzierje shprese, ankthi dhe frike. Eleonor e pa shpejt ndryshimin te bija e saj. Po ndodh diçka, tha Eleonor një mbrëmje ndërsa Marta po hante darkën në heshtje, duke luajtur me pirunin në pjatë. Sara, zemra ime, çfarë po të ndodh? Marta, Sara, ngriti syt dhe pa gruan që e kishte rritur. Eleonor kishte 20 vjet që e njihte çdo shprehje të fytyrës së saj, çdo heshtje, çdo dyshim. Ishte e pamundur t'ia fshihte. Mami, tha ajo ngadalë, duke përdorur fjalën që kishte përdorur prej 20 vitesh. Mendoj se kam gjetur diçka për të kaluarën time. Eleonor ngriu, duart e saj që ishin duke pastruar pjatën ndalën në ajër. David, që ishte duke lexuar gazetën në dhëmbë ngjitur, u ngrit dhe erdhi te dy agrat. "Çfarë ke gjetur?" pyeti David me zë të qetë, por Marta dëgjoi dridhjen në të. Ajo nxori laptopin dhe ua tregoi emailin e Fatimes. U tregoi postimin që kishte bërë, përgjigjet që kishte marrë dhe dokumentin që Fatime ja kishte dërguar. Një kopje të një raporti nga Kryqi i Kuq Ndërkombëtar që listonte fëmijët e humbur gjatë luftës në Kosovë. "Këtu", tha Marta, duke treguar një rresht. Marta Berisha, 4 vjeç, e humbur në mars 1999 në fshatin Lugaxhi, afër Mitrovicës. Familja Agim Berisha, babai, Lule Berisha, nëna, dhe një vëlla më i madh, Driton. Eleonor mbuloi gojën me dorë. Syt ju mbushën me lot. "O Zoti im", përshpëriti ajo. "O Zoti im, Sara." "Emri im është Marta", tha Marta ngadalë, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo emër nuk tingëlloi i huaj. Tingëlloi si diçka që kishte qenë gjithmonë aty, duke pritur të thërritet. David u ul ngadalë në karrige. Fytyrën e tij e pushtoi një shprehje që Marta nuk e kishte parë kurrë më parë, një përzierje dhimbjeje, faji dhe dashurie të pafund. "Ne e dinim", tha ai pas një heshtjeje të gjatë. "E dinim që një ditë do të vinte ky moment, që do të doje të dish, por kurrë nuk dinim se si do t'ishte." "Ju nuk më keni gënyer", tha Marta shpejt, duke kapur duart e tyre. "Ju më keni thënë gjithmonë se jam adoptuar, që më keni gjetur në Kosovë. Ju nuk më keni fshehur asgjë." "Por nuk të kemi thënë gjithçka", tha Eleonor me zë të thyer, "sepse as ne nuk e dinim gjithçka. Kur të gjetëm, nuk ishte askush që po të kërkonte. Kërkuam për gjithmonë, Sara, Marta. Pyetëm kudo, në çdo kamp, çdo listë, por gjatë luftës, kaq shumë njerëz ishin zhvendosur, kaq shumë familje ishin shpërndar. Ne menduam se që familja ime kishte vdekur", mbaroi Marta. "E di, e kuptoj. Por tani, e vërteta qëndronte përpara saj si një rrugë e errët dhe e pasigurt. Familja e saj nuk ishte vdekur, të paktën disa prej tyre, dhe ishin duke e kërkuar. Fatime Hoxha ishte një grua në të 50-tat, me flokë gri të lidhur në bisht, sy të lodhur por të butë, dhe një zë që bart peshën e mira historive të trishtimit. Organizata e saj, të humbur por jo të harruar, kishte ndihmuar me 10 familje të gjenden pas luftës, por rasti i Martës e kishte përplasur veçanërisht. "Familja Berisha nuk ka pushuar kurrë së kërkuari", i tha Fatime nëpërmjet një thirrjeje video, një javë pas mesazhit të parë. "Agimi, babai yt, vjen çdo vit në zyrat tona, çdo vit, edhe tani, 25 vjet më vonë." Marta po dëgjonte me kufi, e ulur në krevatin e saj në Portland, me dritën e diellit që depërtonte nga dritarja.
Zemra e saj po rrithte aq fort sa e dëgjonte në vesh. Si janë ata? Pyeti ajo me zë të mbërthyer. Fatime buzëqeshi, një buzëqeshje të trishtuar por të ngrohtë. Babai yt është burr i thjesht, punon si ndërtues. Nëna jote, Lule, ajo u sëmur rënd pas luftës, stresi, dhimbja, ajo e humbi shikimin në njërin sy, por ajo është grua e fortë dhe vllai yt Driton tani është babai i 2 fëmijëve, i martuar, por edhe ai nuk të ka harruar kurrë. Çfarë ndodhi atë natë? Pyeti Marta dhe zëri i saj u thye. Çfarë ndodhi që unë humba? Fatime mori frym thellë. Lufta, tha ajo thjesht. Forcat serbe po sulmonin fshatrat shqiptare. Lugaxhi ishte një fshat i vogël, por ishte në rrugën e tyre. U dhan urdhra për evakuim. Familja juaj po largohej me këmbë, së bashku me qindra familje të tjera. Ishte natë, ishte kaos, kishte britma, plumba, zjarr, dhe diku në atë kaos, ti u nda. Nëna jote tha se po të mbante në krah, por kishte një shpërthim afër. Ajo ra, dhe kur u ngrit, ti nuk ishe më aty. Marta kishte filluar të qante pa e kuptuar, lotët i rrëshqisnin në përfaqe, të nxehtë dhe të pashkëputur. Ata të kërkuan gjithë natën, vazhdoi Fatime, por gjendja ishte e paqartë, u detyruan të largohen për të shpëtuar, shkuan në kampet në Maqedoni, dhe atje, çdo ditë, Agimi shëtiste përmes kampeve duke pyetur: "A e keni parë vajzën time?" Marta Berisha, 4 vjeç, sy të zinj, flok të kaçurelluar, por askush nuk dinte asgjë. Dhe unë isha në një tjetër kamp, përshpëriti Marta. Vetëm. Po, tha Fatime, dhe pastaj familja Miller të gjeti, dhe ndoshta në atë moment, Zoti vendosi që ishte më mirë kështu, sepse në ato kampe, Marta, shumë fëmijë vdiqën nga sëmundjet, uria, të ftohtit, ti u shpëtove, u rrite, ke jetuar. Por ata nuk e dinin, tha Marta, nuk e dinin që unë isha gjallë. Jo, tha Fatime, deri tani. Natën pas asaj bisede, Marta nuk fleti, qëndroi zgjuar, duke shikuar tavanin e dhomës së saj, duke dëgjuar zhurmën e lehtë të qytetit jashtë dritares, makinat që kalonin, era që fërgëllonte në përdeg, një qenj që lehte diku larg. Çdo gjë ishte e njohur, por ndihej e huaj. Eleanor erdhi në dhomën e saj rreth orës 3 të mëngjesit, duke mbajtur një filxhan çaji. E dija që nuk po flije, tha ajo ngadalë, duke ulur në skajin e krevatit. Edhe unë nuk po fle. Marta u ul dhe mori filxhanin. Era e çajit të kamomilës, aromë që e kishte ngushëlluar që kur ishte fëmijë, nuk e qetësoi dot këtë herë. Mami, tha Marta pas një heshtjeje, dua të shkoj atje. Eleanor kishte ditur që do të vinte ky moment, por që ta dëgjonte me zë të lartë, bëri që gjithçka të bëhej reale. Në Kosovë, tha Eleanor, jo si pyetje, por si konfirmim. Po. Kur? Sa më shpejt? Eleanor vuri dorën mbi dorën e Martës. E di që duhet ta bësh këtë, tha ajo, dhe zëri i saj dridhej. E di që ke të drejtë, por Sara, Marta, jam e friksuar se do të shkosh dhe nuk do të kthehesh. Jo sepse nuk do të kesh më një bilet avioni, por sepse ti do të mbesesh atje, me ta, dhe ne do të humbim. Marta shikoi gruan që e kishte rritur, gruan që i kishte kënduar ninulla kur kishte frikë nga stuhit, që i kishte mësuar të ecte me biçiklet, që i kishte fshirë lotët kur ndonjë djale kishte lënduar në shkollë, që kishte qenë aty çdo ditë, çdo moment të jetës së saj. Ti nuk mund të më humbësh, tha Marta duke e përqafuar. Ti e nëna ime, gjithmonë do t'jesh, por kam edhe një tjetër nën që më ka pritur 25 vjet, dhe nuk mund të vazhdoj të jetoj pa e ditur. Eleanor qau në krahët e saj, dhe Marta qau me të. 2 javë më vonë, Marta ishte në një avion, duke fluturuar mbi Atlantik. David dhe Eleanor e kishin shoqëruar në aeroport. Lamtumira kishte rënd, aq e rënd sa Marta kishte ndjerë sikur po këputej në copa, por ata e inkurajuan. Shko, kishte thënë David, duke e përqafuar fort. Shko dhe gjej ato që ke humbur.
Ne do t'jemi këtu kur të kthehesh. Nëse kthehem, kishte thënë Marta, duke u përpjekur të bënte shaka, por zëri i saj kishte dalë i mbërthyer. Do të kthehesh, kishte thënë Eleonor me vendosmëri, sepse ti je bia jon dhe do të dëshirosh të na tregosh gjithçka. Dhe tani, 10 orë më vonë, Marta po shikonte dritaren e avionit, duke parë oqeanin poshtë, si një pëlhure pafundme e kaltër e errët. Po fluturonte drejt të panjohurës, drejt një vendi që nuk e kujtonte, drejt një familjeje që nuk i njihte, drejt një jete që i kishte marrë 15 vjet më parë. Avioni zbriti në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në një mëngjes të ftohtë prilli. Qielli ishte gri, por ajri kishte një aromë që Martën e goditi si një breshër kujtimesh të pakuptueshme, erë toke, tymi, male, diçka që trupi i saj e njihte edhe nëse mendja nuk e bënte. Fatime e priti në aeroport. Ishte një grua e shkurtër, me fytyrë të rrumbullakët dhe një buzëqeshje që arrinte syt. Mirë se erdhe në shtëpi, Marta, tha ajo duke e përqafuar. Në shtëpi, përsëriti Marta, dhe fjala tingëlloi e huaj dhe i njohur në të njëjtën kohë. Ato hipën në një makinë të vjetër dhe filluan të udhtonin përmes rrugëve të Prishtinës. Marta shikonte nga dritarja, ndërtesat, njerëzit, tabelat në shqip dhe anglisht. Gjithçka ishte e re dhe e vjetër në të njëjtën kohë. A janë këtu? Pyeti Marta. Familja ime? Jo këtu, tha Fatime. Ata jetojnë në Mitrovic, 2 orë larg, por para se të takoheni, dua të them diçka. Marta ktheu dhe shikoi. Kur t'ua them lajmin, vazhdoi Fatime, ata do t'jenë përmbysur. 25 vjet, Marta, 25 vjet shpresë dhe dhimbjeje. Duhet të jesh e përgatitur për atë. Po, tha Marta, po, por në të vërtet, ajo nuk ishte e përgatitur për asgjë. Shtëpia e familjes Berisha qëndronte në një rrugë të ngushtë në periferi të Mitrovicës, e ndërtuar nga gur gri dhe cimento, me një kopsht të vogël përpara ku një pemë mani e vjetër shtrihej mbi murin e rrethuar. Kur Fatime e parkoi makinën, Marta ndjeu se zemra e saj po dilte nga gjoksi. Prit këtu, tha Fatime, do të hyje para dhe do t'ua them, pastaj do të thërasin. Marta qëndroi në makinë, duke shikuar shtëpinë. Dora e saj dridhej, kishte kaluar 25 vjet që prej asaj nate kur kishte humbur, 25 vjet që prej herës së fundit kur kishte dëgjuar zërin e babait të saj, për qafimin e nënës së saj, lojën me vëllain e saj, dhe tani, pas gjithë kësaj kohe, ishim vetëm disa metra larg. Fatime hyri në obor dhe trokiti në derë. Një grua e vjetër hapi. Kjo ishte Lule, e kuptueshme nga përshkrimi që Fatime kishte dhënë. Ajo ishte e hollë, me flok gri të lidhur mbrapa dhe një sy që dukej i mjegulluar. Fytyra e saj ishte e rrudhur nga kohët e vështire, por kishte një butësi që depërtonte edhe nga distanca. Fatime filloi të fliste. Marta nuk e dëgjoi se çfarë po thuhej, por e pa përgjigjen. Lule ngriti duart në gojë. Trupi i saj u drodh. Ajo bërtiti. Jo me fjalë, por me një ulërim që i takonte një dhimbjeje që kishte qenë e heshtur për 25 vjet. Një burr doli nga shtëpia. Agimi. Ishte i lartë me shpatulla të gjëra, flok gri dhe një fytyrë të vrashtë që mbante shenjat e punës së rand. Ai po pyeste me zë të lartë, po kërkonte sqarime, por pastaj Fatime tregoi nga makina. Dhe Agimi e pa Martën. Për një moment, koha ndaloi. Agimi qëndroi pa lëvizur, duke shikuar nga dritarja e makinës ku Marta ulej, me lotë që i rrëshqitnin në përfaqe. Dhe pastaj, me një shpejtësi që nuk pritej nga një burr i moshës së tij, ai vrapoi. Vrapoi përmes oborrit, përmes portës, në rrugë. Marta hapi derën e makinës dhe doli. Dhe babai i saj i vërtet, e kapi dhe e përqafoi me një forcë që bëri që Marta të mos mund të merrte frymë. Marta, thoshte ai, dhe zëri i tij ishte i thyer, i mbërthyer nga lotë. Marta, Marta, Marta! Ajo nuk mund të fliste, mund vetëm të qante. Lule arriti pas tij, duke ecur ngadalë, duke u mbështetur te Fatime. Kur e pa Martën, ajo u rrëzua në gjunjë dhe filloi të lutej. Zoti im, thoshte ajo, e solle vajzën time pas, e solle pas. Marta u gjunjëzua përpara nënës së saj dhe e përqafoi, dhe për herë të parë në 25 vjet, ajo e ndjeu aromën që trupi i saj e njihte pa e kuptuar mendja,
aromën e nënës së saj, një përzierje buke e pjekur, sapun i thjesht dhe diçka tjetër që nuk mund të emërohej, por që ishte thjesht shtëpi. Fqinjët filluan të dilnin nga shtëpitë e tyre. Rruga u mbush me njerëz, të gjithë po shikonin, po pyesnin, po qanin. Lajmi u përhap si zjarr. Vajza e Berishëve që kishte humbur gjatë luftës, kishte kthyer. Një djalë i ri erdhi duke vrapuar nga fundi i rrugës. Driton, vllai i saj. Ishte burr tani, me fytyrë të fortë, mjekër të shkurtër dhe sy që Marta i njohu menjëherë sepse ishin njësoj si të saj. Driton? Tha ai duke u ndalur para saj si i friksuar se mos ishte një hije. Driton, tha ajo, dhe ai e përqafoi aq fort sa mendoi se do të thyhej. Ata qëndruan kështu, në mes të rrugës, duke qarë, duke qeshur, duke bërtitur, të rrethuar nga një turm njerëzish që po ndanin gëzimin e tyre, ndërsa dielli filloi të dilte pas reve dhe të ndriçonte qiellin gri mbi Mitrovicën. Shtëpia e Berishëve brenda ishte e thjeshtë. Disa dhoma, mobilje të vjetra por të pastra dhe mure të mbuluar me fotografi familjare. Marta hyri duke u mbështetur te Fatime, ndërsa Lule dhe Agimi ecnin pranë, sikur të friksoheshin që nëse largoheshin, ajo do të zhbëhej përsëri. Ulu, thoshte Lule, duke u udhëhequr drejt një divani. Je lodhur nga udhtimi. Do të të sjellim çaj, do të të sjellim bukë. Marta u ul, por nuk mund të largonte syt nga muret. Kishte 10 fotografi nga dasmët, nga ditëlindjet, nga pushimet, por kishte edhe fotografi të saj. Fotografi të një fëmije të vogël me sy të zinj dhe flok të kaçurrelluar. Disa nga fotografit ishin të njëjtat si ato që Marta kishte parë në dosjen e Kryqit të Kuq, por kishte edhe të tjera që ajo nuk i kishte parë kurrë. Ajo është ti, tha Driton, duke ardhur dhe duke ulur pranë saj. Para se të humbje, do të flinim në të njëjtën dhëmbë, ti gjithmonë më zgjoje në mes të natës duke më kërkuar ujë. Marta buzëqeshi përmes lotëve. Më fal që nuk të kujtoj, tha ajo me zë të ulët. Nuk ka pse të falesh, tha Driton, dhe zëri i tij ishte i butë. Ti ishe 4 vjeç, dhe ajo natë ishte ferr. Agimi u ul në karrigen përballë dhe filloi të fliste. Zëri i tij ishte i thellë, i rënd nga vite heshtje. Ne po largoheshim nga fshati, tha ai. Kishte urdhra nga ushtria që të largoheshim. Ata po vinin, po djegin shtëpic, po vrasin burrat. Ne morëm pak sende, vetëm ato që mund të mbajmë, dhe u larguam. Ishin qindra familje, të gjithë po ecnim në të njëjtën rrugë, duke u nisur për në Maqedoni. Ishte natë, ishte e ftohtë, ti qaje sepse të dhembnin këmbët, nëna jote të mbante në krah, por pastaj dëgjuam tingujt e avaunve, ishin afër, dhe pastaj shpërthimi. Lule kishte filluar të qante përsëri, duke mbuluar fytyrën me një shami. U rëzova, vazhdoi Agimi. Dritoni ishte pranë meje, por kur u ngritëm dhe shikëm, nëna jote ishte në tokë, dhe ti nuk ishe më aty. Ishte kaos, njerëz po vrapnin, fëmijë po qanin, zjarr kudo. Ne të kërkuam, tha Driton, të kërkuam gjithë natën, por ata po shikonin, ushtarët, dhe na thanë që nëse nuk largoheshim, do të na vrisnin. Kështu që babai vendosi që të largoheshim, por vetëm për t'u kthyer më vonë. Por kur u kthyem, tha Agimi, fshati ishte i djegur, nuk kishte asgjë, dhe askush nuk e kishte parë. Shkuam në çdo këmbë në Maqedoni, në çdo këmbë në Shqipëri, pyetëm çdo njeri që takonim, por askush nuk dinte asgjë. Menduam se ishe vdekur, tha Lule, duke fshirë lotët. Menduam se dikush të kishte gjetur të vdekur, por nuk mund ta pranonim, kështu që vazhduam të kërkonim. Çdo vit shkojmë në zyrat e Kryqit të Kuq, çdo vit japim emrin tënd, edhe kur të gjithë na thonë që duhet pranojmë, ne nuk e bëm. Marta ndëgjoi çdo fjalë, dhe çdo fjalë ishte si një thik që shkonte thellë. Ajo imagjinoi nënën e saj duke rënë, duke humbur në errësirë. Imagjinoi vëllain e saj duke qarë, duke thirrur emrin e saj. Imagjinoi baban e saj duke u kthyer në ato rënoja, duke kërkuar midis hirit. Më vjen shumë keq, tha Marta, dhe zëri i saj u thye. Më vjen shumë keq që nuk ju kujtoj. Më vjen shumë keq që u bëra të vuani. Agimi u ngrit dhe erdhi te ajo. Ai u gjymëzua para saj dhe e kapi fytyrën e saj me të dyja duart. Ti nuk e bër asgjë, tha ai me forcë.
Ti ishe fëmijë, ti u shpëtove, dhe tani je këtu, dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Ajo natë, Marta fleti në dhomën që kishte qenë e saj 25 vjet më parë. Shtrati ishte i vogël, me një jorgan të trashë që kishte aromë tymi dhe lavandare. Dritarja jepte nga kopshti dhe ajo mund të dëgjonte zërat e ulët të Agimit dhe Lules që po flisnin në dhomën tjetër. Nuk mund ta besoj, thoshte Lule. Nuk mund ta besoj që është këtu. As unë, thoshte Agimi, por kam frikë se do të zgjohem dhe do të jetë një ëndër. Marta qëndroi zgjuar, duke dëgjuar dhe duke qarë pa zë. Ajo nuk e dinte se si ndihej. Kishte një lumturi të pafundme, lumturi që i kishte gjetur, që i kishte shikuar, që i kishte dëgjuar, por kishte edhe dhimbje për vitet e humbura, për kujtimet që nuk do të ktheheshin kurrë, për faktin që ajo nuk e njihte këtë familje që e donte aq shumë. Dhe kishte diçka tjetër, një ndjenjë faje, sepse ndërsa ata kishin vuajtur, ajo kishte pasur një jetë të mirë, kishte pasur prindër që e donin, kishte pasur një shtëpi të ngrohtë, shkollë të mirë, ushqim çdo ditë, ndërsa këta njerëz, familja e saj e vërtet, kishin jetuar me një plagë që nuk ishte mbyllur kurrë. Si mund t'u thoshte atyre për Eleonor dhe David, si mund t'u shpjegonte që edhe pse i donte ata, kishte edhe një tjetër familje që e konsideronte sikur të ishin gjaku i saj. Nuk e dinte, dhe ajo pyetje e mbajti zgjuar gjithë natën. Ditët që pasuan ishin një përzierje çuditshme lumturie dhe konflikti të brendshëm. Marta kalonte kohën me familjen Berisha, duke ngrënë me ta, duke dëgjuar histori për jetën e tyre, duke takuar të afërm që erdhën nga fshatrat përreth për ta parë. Të gjithë e përqafonin, të gjithë qanin, të gjithë thoshin faleminderit Zotit që erdhën mbrapa. Por çdo herë që marrte telefonin për t'i shkruar Eleonor dhe David, e kapte një ndjenjë faji. Si mund t'u thoshte se po kalonte kohë të mrekullueshme me familjen e saj, të vërtet, kur e dinte që ata në Portland po prisnin me shqetësim. Një mbrëmje, Marta shkoi për një ecje me Driton. Ata ecën përmes një rruge të qetë që shpinte drejt një kodre ku shihej gjithë qyteti. Dielli po perëndonte, duke lënë një ngjyrë portokalli dhe roz në qiell. Si është Amerika? Pyeti Driton, duke ndezur një cigare. Shumë e ndryshme nga këtu, tha Marta, por e bukur. Qyteti ku jetoj është pranë oqeanit, pemë të larta, njerëz nga gjithë bota. Driton tundi kokën, duke fryer tymin. Ke pasur një jetë të mirë atje, tha ai, jo si pyetje, por si konstatim. Po, pranoi Marta, kam pasur. Dhe ke prindër që të duan? Po. Dritoni shikoi me një shprehje që Marta nuk e kuptoi plotësisht, një përzierje mirënjohjeje dhe hidhërimi. Jam i lumtur që pate një jetë të mirë, tha ai, sepse këtu nuk do të kishte qenë lehtë. Pas luftës, gjithçka ishte e shkatruar. Njerëzit ishin të varfër, shumë nuk kishin shtëpi. Ne jetonim në çadra për vite. Babai punonte për pak lek, nëna sëmurej. Nëse do të kishe qenë këtu, do të kishe vuajtur sikur ne. Por do të kisha qenë me ju, the Marta. Driton e pa me sy të lagur. Po, tha ai, do të kishe qenë me ne. Ata ecën në heshtje për një kohë, derisa Driton foli përsëri. E di që je në mes, tha ai, midis nesh dhe atyre, dhe nuk do të shtym të zgjedhësh, por dua që të dish diçka. Ti je gjithmonë e mirëpritur këtu. Kjo është shtëpia jote, këta janë njerëzit e tu, dhe pavarësisht sa kohë kalove atje, ti je nga këtu, gjaku jut është këtu. Marta ndaloi se ecuri dhe e përqafoi vëllain e saj, dhe ata qëndrën kështu në maj të kodrës, ndërsa dielli zbriste dhe errësira filloi të mbulonte qytetin. Një mbrëmje tjetër, Marta ishte duke folur me Eleonor përmes videos, fytyra e Eleonor duke i lodhur, por buzëqeshte. Si janë ata? Pyeti Eleonor. Janë mahnites, tha Marta. Janë njerëz të thjesht, por kaq plot dashuri. Mami, nëna ime, Lule, flen në dhomën e saj me derën të hapur çdo natë sepse thotë që do të dëgjoj nëse unë largohem. Babai im zgjohet në orën 5 të mëngjesit për të punuar, por gjithmonë më sjell një filxhan qumësht para se të largohet. Eleanor buzëqeshi, por Marta pa dhimbje në sytë e saj. Tingëllojnë si njerëz të mrekullueshëm, tha Eleanor. Janë, tha Marta, por mami, kam frikë. Nga çfarë, zemra ime?
Kam frikë se ju po e humbisni mua, që po e shikoni këtë dhe po mendoni se nuk jam më bia juaj. Eleanor mori frym thellë dhe fshiu një lot që kishte filluar të rrëshqaste. Marta, tha ajo duke përdorur emrin e vërtet të vajzës së saj për herë të parë. Ti je gjithmonë bia jon, dhe asnjë gjë në këtë botë nuk mund ta ndryshojë atë. Ne nuk po të humbasim, sepse dashuria nuk është një lojë me shumë zero. Ajo nuk zvoglohet kur ndahet, ajo zgjerohet. Por, dëgjo mua, ajo familje të ka pritur 25 vjet, ata të meritojnë ta kenë, dhe ne të kemi pasur 25 vjet. Ne nuk do të zemërohemi, ne nuk do të ndjehemi të lënë mënjan. Ne jemi krenar për ty, krenar që po bën këtë, që po hapën zemrën për ta kuptuar të dyja botët. Marta qahu dhe Eleanor qahu me të. Mami, ju jeni gruaja më e mirë që njoh, tha Marta. Dhe ti e vajza më e mirë që dikush mund të dëshiroj, tha Eleanor. 2 javë më vonë, Marta vendosi të vizitonte vendin ku kishte humbur, fshatin Lugaxhi. Agimi dhe Driton e shoqëruan. Rruga ishte e vështirë, një rrugë pa asfaltuar që depërtonte përmes maleve, me pemë që shikohen nga të dy anët. Kur arritën në fshat, Marta e pa që fshati ishte i vockën, vetëm disa shtëpi të shpërndara, disa të braktisura, të tjera të rikonstruktuare. Kishin kaluar 26 vjet që prej luftës, por gjurmët ishin ende atje, mure të djegur, mbetje plumbësh, shenja të vjetra paralajmëruese për mina. Ktu ishte shtëpia jon, tha Agimi, duke treguar një copë toke ku tani mbiheshin bari lart dhe ferrat. Marta zbriti nga makina dhe ecën drejt vendit. Nuk kishte asgjë, asnjë tregues që këtu kishte qenë dikur një shtëpi, një familje, një jetë. Por kur ul në tokë dhe preku dheun, diçka brenda saj u thyeu. Këtu kishte ndodhur. Këtu ajo kishte luajtur si fëmijë. Këtu kishte ngrënë. Këtu kishte fjetur. Dhe pastaj, një natë, gjithçka kishte marrë fund. Më fal, përshpëriti ajo, pa i ditur me të vërtet për çfarë po kërkonte falje, nëse për faktin që kishte mbijetuar, apo për faktin që nuk e kujtonte. Agimi erdhi dhe ul pranë saj. Faji nuk është yti, tha ai. Faji është i luftës, i njerëzve që bën luftë, jo i fëmijëve që humbën. Ata qëndruan atje për orë të tëra, duke folur, duke qeshur, duke qarë. Dhe kur dielli filloi të perëndonte, Agimi mori dorën e Martës dhe tha: "Eja, shkojmë në shtëpi." Dhe për herë të parë, Marta nuk pyeti se cilin shtëpi nën kuptonte, sepse e dinte që tani kishte 2. Lajmi për kthimin e Martës u përhap shpejt. Së pari ishte vetëm një pëshpëritje në fshat. Vajza e Berishëve është gjetur. Pastaj, një gazetar lokal dëgjoi dhe shkroi një artikull për gazetën e Mitrovicës. Dhe pastaj brenda javësh, historia u bë kombëtare. Një stacion televiziv në Prishtinë kërkoi të bënte një intervistë. Marta ishte pasigurt në fillim. A duhej ta ndante historinë e saj me të gjithë? Por Fatime e inkurajoi. "Ka mira familje në Kosovë që ende po kërkojnë", tha Fatime. "Historia jote u jep shpresë. U tregon që edhe pas 25 vitesh ribashkimi është i mundur." Kështu që Marta pranoi. Intervista u filmua në shtëpinë e Berishëve, me Marta, Agim, Lule dhe Driton të ulur së bashku në dhomën e vogël të ndenjur. Kamera ishte e vendosur përpara tyre, dhe gazetarja, një grua e re me emrin Eliza, po bënte pyetjet me zë të butë të respektueshëm. "Marta", filloi Eliza, "si ndihesh të jesh këtu, pas 25 vitesh?" Marta mori frym thellë. "Është e pamundur ta shpjegoj me fjalë", tha ajo. "Është sikur të kesh jetuar një jetë tërë duke menduar se e di kush je, dhe pastaj dikush të tregon një pasqyrë dhe të thotë, 'Jo, kjo je ti.' Dhe të dyja janë të vërteta, dhe të dyja janë pjesë e meje." "Si ishin ditët e para kur erdhe?" "Ishin mbytse në mënyrën më të mirë të mundshme", tha Marta, duke buzëqeshur përmes lotëve. "Isha e rrethuar nga njerëz që nuk i njihja, por që më donin më shumë se asgjë në botë. Dhe ajo dashuri ishte kaq e fuqishme sa më bënte të ndjehem fajtore, fajtore që nuk i kujtoja, fajtore që isha rritur diku tjetër,
fajtore që nuk isha aty për t'i ndihmuar gjatë kohëve të vështira. Eliza u kthye nga Lule. Zonja Berisha, si ishte për ju kur dëgjuat që Marta ishte gjetur? Lule nuk foli me njëherë. Ajo shikoi duart e saj të rrudhura dhe të forta nga vite pune. Pastaj, me zë të ulët, tha: Mendova se po më gënjenin, mendova se ishte një gabim, sepse sa herë që kam parë një vajzë me moshë të Martës, mendoja, ndoshta është ajo, por kur nuk ishte. Kështu që kur Fatime më tha, nuk guxova të shpresoja, sepse shpresa më kishte dhënë kaq shumë dhimbje në të kaluarën. Por pastaj e pash duke zbritur nga makina dhe e njoha, edhe pse ishte rritur, edhe pse ishte grua tani, e njoha, sepse sytë e saj janë sytë e babait të saj, dhe buzëqeshja e saj është buzëqeshja ime. Ajo filloi të qaj, dhe Agimi e kapi dorën. Çfarë dëshironi t'u thoni familjeve të tjera që ende po kërkojnë? Pyeti Eliza. Mos u dorëzoni, tha Agimi me forcë. Mos u dorëzoni kurrë, sepse nëse ne ishim dorëzuar, sot nuk do të kishim vajzën tonë këtu. Se cili ditë që kalova, se cili vit që kaloi, mendova, ndoshta nesër, dhe pastaj erdhi ajo ditë. Kështu që për çdo familje që po dëgjon, ndoshta nesër. Episodi u transmetua në televizion kombëtar dhe reagimet ishin të mënjëhershme. Mirëja njerëz shkruan në rrjetet sociale. Shumë të tjerë në situata të ngjashme filluan të kontaktonin organizata si ajo e Fatimes, duke rihapur kërkimet për të dashurit e tyre të humbur. Por reagimet nuk ishin gjithmonë pozitive. Disa njerëz komentuan në mënyrë kritike: pse u kthye tani? Pse nuk u kthye më herët? A do të mbetet apo do të kthehet në Amerikë dhe do t'i harrojë përsëri? Marta e lexoi koment të tillë një mbrëmje dhe ato e plagosën thellë. Ajo nuk e kishte zgjedhur të humbte, nuk e kishte zgjedhur të rritet diku tjetër, por tani po gjykohej për zgjedhje që as nuk i kishte bërë. Dritoni e gjeti duke qarë në verandë. Mos i dëgjo, tha ai, duke u ulur pranë saj. Njerëzit flasin sepse nuk e kuptojnë. Ata nuk e din çfarë ke kaluar. Ata nuk e din çfarë kemi kaluar ne, por ti e di, dhe ne e dim, dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Marta e pa vëllain e saj, këtë burr që e kishte pritur 25 vjet për ta parë, këtë burr që e kishte pranuar pa kushte. E di që nuk mund të rri këtu për gjithmonë, tha ajo me zë të ulët. E di që do të duhet të kthehem në Amerikë, por nuk dua t'ju lë. Dhe ne nuk duam ta humbim sërish, tha Driton. Por nuk do të mbajmë me forcë, sepse dashuria e vërtet nuk është burgim, është liri. Pas 6 javësh në Kosovë, Marta vendosi që ishte koha që dy botët e saj të takoheshin. Ajo u foli Eleanor dhe David për idenë të vinin në Kosovë për të takuar familjen Berisha. Eleanor ishte e heshtur në fillim. Mami, tha Marta, ata do t'ju jenë mirënjohës për gjithmonë, sepse ju më shpëtuat jetën. Dhe kështu, në fund të majit, Eleanor dhe David fluturuan në Prishtinë. Takimi u organizua në shtëpinë e Berishve. Marta ishte e shqetësuar. Çfarë nëse nuk do të dilte mirë? Çfarë nëse do të kishte tension? Çfarë nëse njëra palë do të ndihej i kërcënuar nga tjetra? Por kur Eleanor dhe David arritën, dhe kur Agimi dhe Lule i pan, diçka e pazakont ndodhi. Lule qau, dhe Eleanor qau. Dhe pastaj, pa folur, Lule e përqafoi Eleanor. Faleminderit, tha Lule në anglisht thyer. Faleminderit që i keni kujdesur për vajzën time. Eleanor nuk mund të fliste. Ajo mund vetëm të mbante Lule dhe të qante. Agimi i dha dorën David. Ju jeni babai i dytë i Martës, tha ai përmes Fatimes, që ishte atje për të përkthyer. Ju keni bërë atë që unë nuk munda. Ju e keni mbajtur të sigurt. Ju e keni bërë të lumtur. Për këtë, ju do t'jeni gjithmonë familje për mua. David, një burr i fortë që rrallëherë qante, filloi të qaj. Ata ulën bashk, dy familje, nga dy bota të ndryshme, për të bashkuara nga njëjta person.
Marta ulej në mes, duke i mbajtur duart e të gjithëve, duke ndjer një peshë të tmerrshme dhe të bukur në të njëjtën kohë. Darkën e bën bashk. Lule kishte përgatitur ushqime tradicionale shqiptare: fli, tav kosi, baklava. Eleanor dhe David i provuan të gjitha dhe i lavdëruan sinqerisht. Ju keni një kuzhinë të mahnitshme, tha Eleanor. Ju duhet më mësoni si ta bëj baklavan. Lule buzëqeshi për herë të parë që prej arritjes së tyre. Do t'ju mësoj, tha ajo, dhe Fatime përktheu. Dhe ju duhet të më mësoni mua përgatime amerikane. Natën, kur të gjithë ishin në verandë, duke pirë çaj dhe duke shikuar yjet, David foli. Agim, thaj, dua të ju them diçka. Kur e gjetëm Marta në atë kamp, ne nuk e dinim nëse do të mbanim. Ne nuk e dinim nëse do të ishte e drejtë. Por ajo ishte aq e vogël, aq e humbur, aq e dëshpëruar, sa nuk mund ta lëm. Dhe çdo ditë që prej asaj dite, ne i kemi falenderuar Zotit që na dha mundësinë ta dashuronim. Por gjithmonë kemi ditur që ajo nuk ishte vetëm e jona, që dikush tjetër po e kërkonte. Dhe tani, duke u takuar me ju, duke parë dashurinë tuaj për të, ne e dim që bëm gjën e duhur kur e sollëm në një vend të sigurt, por gjithashtu e dim që ajo duhet të jetë këtu, me ju, sepse kjo është familja e saj e vërtet. Agimi tundul kokën dhe pastaj tha: Jo, nuk ka familje të vërtet dhe familje të rreme, ka vetëm dashuri. Dhe dashuria që ju i keni dhënë është po aq e vërtet sa dashuria që ne kemi për të. Ajo është e bekuar që ka dy familje, sepse shumë njerëz nuk kanë asnjë. Në atë moment, Marta ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë, paqe të plotë, sepse për herë të parë, të dy pjesët e saj nuk ishin më në konflikt, ishin duke bashkjetuar, duke u respektuar, duke u dashur. Pas 2 javëve, Eleanor dhe David u kthyen në Amerikë. Largimi ishte i vështirë, sidomos për Marta. Ajo ndjeu sikur po ndahej përsëri, edhe pse e dinte që kësaj radhe nuk ishte një ndarje e përhershme. Unë do të kthehem, i tha Eleanor, duke e përqafuar fort, edhe ti do të vish të na shohësh. Kjo nuk është lam të mirë. E di, por prap dhemb. Dashuria gjithmonë dhemb një pak, tha Eleanor, sepse të kujdesesh për dikë, do të thotë të jesh i cënueshëm, por kjo është arsyeja pse ja vlen. Pas largimit të tyre, Marta qëndroi edhe 2 muaj në Kosovë. Ajo e njihe vendin, kulturën, gjuhën, filloi të fliste shqip më rrjedhshëm, gjuhë që trupi i saj e njihte edhe nëse mendja e kishte harruar. Por me kalimin e kohës, filloi të ndjejë një tërheqje për në Portland, për shtëpinë e saj atje, për punën e saj, për jetën që kishte ndërtuar. Një mbrëmje, Marta u ul me Agim dhe Lule dhe u fol. Dua të ju them diçka. Dua të kthehem në Amerikë për disa muaj, por jo për gjithmonë. Dua të vi dhe të shkoj, të kem kohë këtu dhe kohë atje, sepse të dyja janë shtëpia ime. Lule e pa me sy të lagur, por buzëqeshi. Kjo është e drejtë, tha ajo. Nuk duhet të zgjedhësh, sepse zemra jote është e madhe sa për të mbajtur të dyja. Agimi nisi të flas, por zëri i tij u thye. 25 vjet prisëm, tha ai. Mund të presim edhe disa muaj, sepse tani e dim që do të kthehesh, dhe kjo është gjithçka që na duhet. Driton, që ishte duke dëgjuar nga dhoma tjetër, erdhi dhe e përqafoi motrën e tij. Shko dhe jeto jetën tënde, tha ai, por mos na harro, sepse ne nuk do të të harrojmë kurrë. 2 javë më vonë, Marta ishte në aeroport duke u përgatitur për të fluturuar mbrapa në Portland. Agimi, Lule dhe Driton ishin atje për ta përcjellur. Takimi i lamtumirës ishte plot me përqafime, lot dhe premtime. Do të kthehem për vitin e ri, tha Marta, dhe do të sjellin Eleanor dhe David përsëri. Do të presim, tha Lule, duke e puthur ballin. Kur Marta kaloi kontrollin e sigurisë dhe u kthye për të tundur dorën e fundit, i pa atje 3 figura që valvitnin, që qeshnin përmes lodhëve, që ishin të plot me shpresë.
Dhe për herë të parë që prej kur kishte ardhur, Marta nuk ndjeu se po largohej. Ndjeu se po shkonte në shtëpi. Një nga 2 shtëpitë e saj. Muajt që pasuan që një udhtim për shtatjeje dhe ekuilibri. Marta u kthye në Portland, për gjithçka ishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më Sara Miller që thjesht jetonte dhe punonte. Ajo ishte Marta Berisha, një grua me 2 identitete, 2 familje, 2 shtëpi. Puna e saj si fotografe dokumentare mori një dimension të ri. Ajo filloi një projekt fotografik të titulluar Midis 2 botëve, një seri fotosh që eksploronin identitetin, migracionin, humbjen dhe ribashkimin. Fotografitë përfshinin imazhe nga Kosova, portretet e Agimit që punonte në ndërtim, Lule duke përgatitur bukë në kuzhinë, Driton duke luajtur me fëmijët e tij. Por gjithashtu përfshinte imazhe nga Portland, Eleanor duke lexuar në dhomën e ndenjur, David duke punuar në kopsht, dritarja e apartamentit të Martës, ku dielli perëndonte mbi oqeanin paqësor. Kur projekti u ekspozua në një galeri në Portland, reagimi ishte i mahnitshëm. Kjo është më shumë se fotografi, shkroi një kritik arti në gazetën lokale. Kjo është një meditim mbi ato që do të thotë të takosh në disa vende një herësh. Të jesh i tërë edhe kur copat e tua janë të shpërndara në kontinente të ndryshme. Marta ftoi Agim, Lule dhe Driton që të vinin në hapjen e ekspozitës. Ishte hera e parë që ata do të udhtonin jashtë Kosovës. Procesi i vizës ishte i vështirë, por me ndihmën e organizatës së Fatimes dhe mbështetjes së Eleanor dhe David, ata arritën ta siguronin. Kur Marta i pa në aeroport në Portland, trupi i saj u mbush me një lumturi të papërshkrueshme. Agimi duke i habitur nga gjithçka, ndërtesat e larta, rrugët e gjera, njerëzit e shumt. Lule mbante dorën e Agimit fort, duke shikuar me sy të mdhenj. Driton buzëqeshte, duke përpjekur të duke i qetë, por Marta e dinte që edhe ai ishte i mbërthyer. Mirë se erdhët në Amerikë, tha Marta, dhe i përqafoi të tre. 25 vjet prisëm, tha ai. Mund të presim edhe disa muaj, sepse tani e dim që do të kthehesh, dhe kjo është gjithçka që na duhet. Driton, që ishte duke dëgjuar nga dhoma tjetër, erdhi dhe e përqafoi motrën e tij. Shko dhe jeto jetën tënde, tha ai, por mos na harro, sepse ne nuk do të harrojmë kurrë. 2 javë më vonë, Marta ishte në aeroport duke u përgatitur për të fluturuar mbrapa në Portland. Agimi, Lule dhe Driton ishin atje për ta përcjellur. Takimi i lamtumirës ishte plot me përqafime, lot dhe premtime. Do të kthehem për vitin e ri, tha Marta, dhe do të sjellin Eleanor dhe David përsëri. Do të presim, tha Lule, duke e puthur ballin. Kur Marta kaloi kontrollin e sigurisë dhe u kthye për të tundur dorën e fundit, i pa atje 3 figura që valvitnin, që qeshnin përmes lotëve, që ishin të plot me shpresë. Dhe për herë të parë që prej kur kishte ardhur, Marta nuk ndjeu se po largohej. Ndjeu se po shkonte në shtëpi. Një nga 2 shtëpitë e saj. Muajt që pasuan që një udhtim për shtatjeje dhe ekuilibri. Marta u kthye në Portland, për gjithçka ishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më Sara Miller që thjesht jetonte dhe punonte. Ajo ishte Marta Berisha, një grua me 2 identitete, 2 familje, 2 shtëpi. Puna e saj si fotografe dokumentare mori një dimension të ri. Ajo filloi një projekt fotografik të titulluar Midis 2 botëve, një seri fotosh që eksploronin identitetin, migracionin, humbjen dhe ribashkimin. Fotografitë përfshinin imazhe nga Kosova, portretet e Agimit që punonte në ndërtim, Lule duke përgatitur bukë në kuzhinë, Driton duke luajtur me fëmijët e tij. Por gjithashtu përfshinte imazhe nga Portland, Eleanor duke lexuar në dhomën e ndenjur, David duke punuar në kopsht, dritarja e apartamentit të Martës, ku dielli perëndonte mbi oqeanin paqësor. Kur projekti u ekspozua në një galeri në Portland, reagimi ishte i mahnitshëm. Kjo është më shumë se fotografi, shkroi një kritik arti në gazetën lokale. Kjo është një meditim mbi ato që do të thotë të takosh në disa vende një herësh. Të jesh i tërë edhe kur copat e tua janë të shpërndara në kontinente të ndryshme. Marta ftoi Agim, Lule dhe Driton që të vinin në hapjen e ekspozitës. Ishte hera e parë që ata do të udhtonin jashtë Kosovës.
Procesi i vizës ishte i vështirë, por me ndihmën e organizatës së Fatimes dhe mbështetjes së Eleanor dhe David, ata arritën ta siguronin. Kur Marta i pa në aeroport në Portland, trupi i saj u mbush me një lumturi të papërshkrueshme. Agimi duke i habitur nga gjithçka, ndërtesat e larta, rrugët e gjera, njerëzit e shumt. Lule mbante dorën e Agimit fort, duke shikuar me sy të mdhenj. Driton buzëqeshte, duke përpjekur të duke i qetë, por Marta e dinte që edhe ai ishte i mbërthyer. Mirë se erdhët në Amerikë, tha Marta, dhe i përqafoi të tre. Falenderit që na solle këtu, tha Agimi. Kjo është e pabesueshme. Eleanor dhe David i pritën në shtëpinë e tyre, një shtëpi e bukur me obor të gjelbër dhe pemë të larta. Brenda kishte një darkë të përgatitur, një përzierje e gatuar edhe amerikane dhe shqiptare, për të festuar bashkimin e dy kulturave. Ato ditë ishin mes më të bukurave që Marta kishte jetuar ndonjëherë. Ata vizituan qytetin, shkuan në plazh, ecën përmes pyjeve. Marta i tregoi vendet ku kishte rritur, shkollën e saj, parkun ku kishte luajtur, librarin ku kishte kaluar orë të tëra duke lexuar. Një mbrëmje, ndërsa ulëm në verandën e shtëpisë së Eleanor dhe David, Agimi foli. Kur erdha këtu, tha ai, mendova se do të ndjehem zemëruar që ti ke pasur gjithë këtë, ndërsa ne kemi vuajtur. Por tani, duke parë ku ke jetuar, duke parë njerëzit që të kanë rritur, nuk ndjej zemërim. Ndjej mirënjohje, sepse ti ke pasur një jetë të mirë, dhe kjo është gjithçka që një prind dëshiron për fëmijën e tij. Eleanor filloi të qaj. Unë kam pasur frikë që ju do të më urremit, tha ajo, që do të mendoni se ju kam vjedhur vajzën. Jo, tha Lule, duke e kapur dorën e Eleanor. Ju e keni shpëtuar, edhe për këtë, ju do të keni gjithmonë bekimin tim. Por gjatë asaj vizite, diçka tjetër u zbardh. Një sekret që as Marta nuk e kishte ditur. Ishte një pasdite dhe ata ishin duke shfletuar albume të vjetra fotografish në dhomën e ndenjes së Eleanor dhe David. Marta po tregonte fotografi nga fëmijëria e saj, duke qeshur me kujtime. Por pastaj, Eleanor nxori një zarf të vjetër nga një sërtar. Kam diçka që dua t'ju tregoj, tha ajo, duke e dhënë zarfin nartës. Brenda kishte dokumente nga viti 1999, letra zyrtare nga Kombet e Bashkuara, nga Kryqi i Kuq, nga agjencitë adoptive, dhe pastaj një letër e shkruar dorë, e shkruar në shqip. Marta e lexoi dhe zemra e saj ndaloi. Letra ishte nga një grua e emëruar Drita, një punonjëse e Kryqit të Kuq që kishte qenë në kamp kur Marta ishte gjetur. Ajo shkruante: Zyrtarëve të nderuar, unë shkruaj këtë letër për të raportuar për një vajzë të vogël që është gjetur në kampet tona. Emri i saj mendohet të jetë Marta. Ajo është rreth 4 vjeç dhe nuk flet. Familja e saj nuk është gjetur. Kam kërkuar në të gjitha regjistrimet që kemi, dhe një familje me emrin Berisha nga fshati Lugaxhi ka raportuar një vajzë të humbur me emër dhe moshë që përputhen. Por ata janë në kampet në Maqedoni dhe komunikimi është i vështirë. Kam dërguar mesazhe, por nuk kam marrë përgjigje. Një çift amerikan, Eleanor dhe David Miller, kanë shprehur interes për të adoptuar vajzën. Ata janë njerëz të mirë dhe do t'i japin një jetë më të mirë se ajo që mund të ketë këtu. Por them këtë me zemër të rënduar, nëse familja e saj është ende gjallë, ata duhet të informohen. Kjo është e drejta e tyre. Unë do të vazhdoj të kërkoj, por nëse nuk marr përgjigje brenda një muaji, do të rekomandoj që adoptimi të vazhdoj për të mirën e familjes. Me respekt, Drita Hoxha. Marta ngriti syt nga letra, duke shikuar Eleanor. Ti e dije? Pyeti ajo, zëri i saj i mbërthyer. Eleanor kishte filluar të qante. Unë e di, tha ajo. Ne e dinim që kishte një mundësi që familja jote ishte gjallë, por na thanë që komunikimi ishte i prishur, që kampet ishin në kaos, që dokumentet humbën. Na thanë që edhe nëse familja jote ishte gjallë, ata ndoshta nuk do të gjendnin, dhe ndërsa pritëm, ti isha atje, një vajzë e vogël, e traumatizuar, që kishte nevojë për një shtëpi. Dhe ju zgjodhët të më merrni, tha Marta, ju si akuzë, por si konstatim. Po, tha David, duke folur për herë të parë. Ne zgjodhëm, dhe çdo ditë që prej asaj dite, kemi pyetur veten nëse bëm gjën e duhur,
Çdo ditë kemi menduar, çfarë nëse familja e saj është duke e kërkuar? Çfarë nëse ne jemi arsyeja që ajo nuk u gjet? Agimi që ishte duke dëgjuar, me ndihmën e dritonit që po përkthente, u ngrit dhe shkoi te David. Ai e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj e përqafoi. Ju bët gjën e duhur, sepse në atë kohë ne nuk mund ta gjenin, ne ishim të shpërndar, pa dokumente, pa mënyrë për të komunikuar. Edhe nëse Marta kishte mbetur në kampe, ne ndoshta nuk do t'ishim takuar kurrë, por ju e morët, e mbajtat të sigurt, e bët të lumtur, dhe për këtë, ju jeni familje për mua, jo familje adoptive, por familje e vërtet. Eleanor qau në krahët e Agimit, dhe Marta qau duke i parë ata, dy njerëz nga dy bota të ndryshme që ishin bashkuar nga dashuria e njëjtë për të. Vitet që pasuan qenë plot me udhëtime. Marta kaloi 6 muaj në Amerikë dhe 6 muaj në Kosovë, duke krijuar një jetë që ishte ndërthurur midis dy botëve. Në Kosovë, ajo hapi një studio fotografike në Prishtinë. Projekti i saj, midis dy botëve, u bë një ekspozit që udhëtoi përmes Europës, duke tërhequr vëmendje për historitë e refugjatëve dhe të fëmijëve të humbur. Ajo bashkëpunoi me organizatën e Fatimes, duke ndihmuar familje të tjera të gjendnin të dashurit e tyre të humbur. Çdo histori e suksesit bënte të kujtonte veten e saj, dhe çdo herë që një familje ribashkohej, ajo qante nga lumturia. Në Amerikë, ajo vazhdoi punën e saj, por gjithashtu filloi të mbante ligjërata në universitete dhe konferenca, duke folur për identitetin, humbjen dhe shërimin. Lule dhe Agimi erdhën të vizitonin çdo vit, dhe çdo herë që vinin, Marta shihte se sa më të fortë bëheshin, sepse tani nuk jetonin më me peshën e humbjes, jetonin me gëzimin e ribashkimit. Eleanor dhe David e vizituan Kosovën 3 herë. Herën e tretë, ata ndihmuan familjen Berisha të riparoj shtëpinë, një gjest që bëri që Agimi të qaj për orë të tëra. Ju jeni vëllezër të mi, tha ai për Davidin, ndërsa punonin së bashku duke lyer ura a oborrit. Në një botë tjetër, në një jetë tjetër, ne do të ishim familje përsëri. Ne jemi familje tani, tha Davidi, dhe Agimi buzëqeshi. Në moshën 33 vjeçare, Marta takoi një burr në Prishtinë, një arkitekt i ri me emrin Arben. Ai ishte i qetë, i mençur dhe e kuptoi historinë e saj pa e gjykuar. Ti je si një urë, i tha ai një mbrëmje, ndërsa ecnin përmes qendrës së qytetit. Një urë që lidh 2 brinj të lumit, dhe kjo është e bukur. Ata u martuan 2 vjet më vonë, në një dasëm që u mbajt në Mitrovic. Ishte një dasëm e madhe, me qindra mysafir, muzikë tradicionale, valle dhe ushqim që vazhdonte për gjithë natën. Por pjesa më e veçante e asaj dasme ishte një moment kur Marta ecte drejt altarit. Ajo nuk ishte një bab, ajo kishte 2, kështu që Agimi dhe Davidi ecën së bashku me të, secili duke e mbajtur nga një dorë. Kjo është vajza jon, than ata bashk para priftit, e shtrenjtë për ne si jeta jon. Dhe kur Marta u martua, 2 familjet, amerikanët dhe shqiptarët, ulën së bashku, duke festuar jo vetëm një martesë, por gjithashtu një bashkim që kishte 28 vjet që të arrihej. 3 vjet më vonë, Marta lindi vajzën e saj të parë. Ajo dhe Arbeni e emëruan Lule Eleonor, një emër që ndërthurte të 2 gjyshet e saj. Kur Lule e vogël erdhi në botë, të dyja Lulet, gjyshja shqiptare dhe Eleonor, gjyshja amerikane, ishin atje në spital. Ato mbante njëra tjetrën me duar, duke qarë nga lumturia. Ajo është fillimi i diçkaje të re, tha Lule e madhe. Ajo është prova që dashuria mund të mposhtë çdo gjë. Po, tha Eleonor, ajo është gjithçka që ne kemi shpresuar, 2 botë në 1. Kur Marta e mbajti vajzën e saj në krah për herë të parë, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë, plotësi të plot. Sepse për herë të parë, ajo nuk ishte më e ndarë, ajo ishte e tërë. Fëmia i saj do të rritej duke njohur të dyja shtëpit, do të fliste shqip dhe anglisht, do të festonte krishtlindjet me Eleonor dhe David, dhe Bajramin me Agim dhe Lule. Do të njihte të 2 anët e historisë, dhimbjen dhe lumturin, humbjen dhe gjetjen. Dhe kur Lule e vogël u rrit dhe filloi të bënte pyetje, Marta ja tregoi gjithçka.
Ja tregoi se si kishte humbur në një luftë, ja tregoi se si kishte gjetur, ja tregoi se si dy familje ishin bashkuar. Nëna, pyeti Lule e vogël një ditë, ti ke dy familje, cila është e vërteta? Marta buzëqeshi dhe përqafoi bien e saj. Të dyja janë të vërteta, tha ajo, sepse dashuria nuk është diçka që mund të ndahet në të mirë dhe të keq, në të vërtetë dhe të rreme. Dashuria është thjesht dashuri, dhe unë kam patur fatin të kem dy fish më shumë. Në moshën 40 vjeç, Marta vendosi të bënte diçka që kishte ëndërruar prej vitash, të ndërtonte një memorial në Llugagji për të gjithë fëmijët që ishin humbur gjatë luftës, disa që ishin gjetur dhe shumë që nuk ishin gjetur kurrë. Mendimin e organizatës së Fatimes, qeverisë lokale dhe donacioneve nga njerëz kudo në botë, ajo mblodhi fonde për të ndërtuar një park memorial. Ishte një vend i qetë, me pemë, lule dhe një mur ku ishin gdhendur emrat e fëmijëve të humbur. Në qendër të parkut ishte një statujë, një fëmijë që shikonte drejt horizontit, me një dorë të shtrirë si në pritje. Ceremonia e hapjes u mbajt në mars 2025, 26 vjet pas asaj nate kur Marta kishte humbur. Mira njerëz erdhën, familje që kishin humbur të dashur, njerëz që kishin mbijetuar luftën, gazetar, zyrtar qeveritar dhe njerëz të thjesht që donin të nderonin kujtimin. Marta qëndroi përpara turmës, me Arbën dhe Lule e vogël pranë saj, dhe me dy familjet e saj, amerikanët dhe shqiptarët, të ulura në radhën e parë. Sot ne hapim këtë park jo vetëm për të kujtuar të humburit, filloi ajo, zëri i saj i fortë dhe i qartë, por për të festuar të gjeturit, për të festuar shpresën, sepse çdo histori e humbjes ka mundësinë për një histori gjetje, çdo copëzim ka mundësinë për një ribashkim, dhe çdo dhimbje ka mundësinë për shërim. Ajo bëri një pauzë, duke shikuar fytyrën e secilit në turm. Unë jam një nga të fatshmet, vazhdoi ajo. U gjeta, por ka ende mira që nuk janë gjetur, dhe për ta ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të shpresojmë, sepse derisa secili fëmijë i humbur të gjendet, ose të paktën derisa çdo familje të di të vërtetën, puna jon nuk ka mbaruar. Turma filloi të duartrokiste dhe shumë filluan të qajnë. Pastaj, Marta thirrri Agim dhe Eleanor në shkenë. Ata erdhën duke u mbështetur njëri te tjetri, dhe Marta i mori duart e të dy. Ky park, tha ajo, është i dedikuar për dy grupe njerëzish, ato që humbën dhe ato që nuk pushuan së kërkuari. Familja ime biologjike kërkoi për 25 vjet, dhe familja ime adoptive më dha një jetë kur gjithçka duke e humbur. Të dyja janë heronjtë e mi, dhe të dyja janë arsyeja që unë qëndroj këtu sot. Agimi dhe Eleanor, dy njerëz nga dy bota kaq të ndryshme, u përqafuan përpara turmës, dhe në atë moment, gjithçka që Marta kishte kaluar, dhimbja, humbja, konfuzioni, gëzimi, arriti një kuptim të plot. Disa vjet më vonë, kur Lule e vogël u bë 10 vjeç, Marta shkroi një letër për të. Një letër që do të mbetej në familje si një testament i asaj që kishin kaluar. E dashur Lule ime, kur të lexosh këtë letër, ti do të jesh mjaft e madhe për të kuptuar se çfarë do të të them. Kam dashur që të shkruaj këtë për ty, që të kuptosh nga vjen, jo vetëm historinë e emrit tënd, por historinë e familjes son. Ti je bia ime, por ti je gjithashtu trashëgimia e dy botëve. Gjaku yt bart histori nga një fshat i vogël në Kosovë, një vend ku njerëzit punuan tokën me duart e tyre, ku familjet jetonin thjesht, por me zemra të mëdha. Por ti je gjithashtu trashëgimia e një vendi tjetër, Amerikës, ku gjyshrit e tu të dha një mundësi që të shumt mund të ndërrojnë vetëm. Kur isha e vogël si ti, humba gjithçka, familjen, shtëpinë, gjuhën, kujtimin. Por ajo humbje më mësoi diçka të rëndësishme, se edhe kur gjithçka duket e humbur, ka gjithmonë shpresë për të gjetur, jo thjesht vendet dhe njerëzit, por veten. Dashuria që ti do të marrësh në jetë nuk do të vijë vetëm nga një vend, do të vijë nga disa, dhe kjo nuk është dobësi, është forcë, sepse ti ke mundësinë të shikosh botën me sy që kuptojnë se e vërteta nuk është kurrë e thjeshtë,
se njerëzit mund të duhen njëri tjetrin edhe nëse janë të ndryshëm, se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga zgjedhjet që bëjmë për të dashuruar. Mos harro kurrë dy gjyshet e tua, Lule dhe Eleanor. Të dyja të kanë dhënë diçka të paçmuar. Njëra të dha gjakun, tjetra të dha mundësinë. Të dyja të dhanë dashuri, dhe të dyja janë rrënjet e tua. Jeto jetën tënde me guxim. Mos ki frikë të kërkosh kur diçka humbet. Mos ki frikë të hapesh ndaj njerëzve që janë të ndryshëm nga ti, sepse nëse kam mësuar diçka në këtë jetë, është që dashuria nuk njeh kufi. Me gjithë dashurinë time, nëna jote, Marta.